Ukraina përjetoi një nga natët më të rënda të bombardimeve pasi ushtria ruse ndërmori një val të koordinuar sulmesh me drone dhe raketa, të cilat zgjati me orë të tëra. Autoritetet në Kiev bën të ditur se mbi vend u hodhën gjithsej 704 mjete ajrore, 653 dronë goditës dhe 51 raketa të tipeve të ndryshme, përfshirë edhe balistike, duke rënditur këtë sulm si në të katërtin më të madhin ajror që nga nisja e luftës. Forcat ajrore ukrainase raportuan se kanë arritur të rrëzojnë 585 drone dhe 30 raketa, duke shmangur kështu goditje të rënda në infrastrukturë. Megjithatë, mbeturinat e mjeteve të shkatruara ranë në disa zona të banuara, duke shkaktuar dëme në 3 lokacione të ndryshme. Në rajonin e Kharkivit, një sulm me drone u kthye fatal për 2 burra që po shkarkonin dru zjarri nga një kamion në një traktor. Policia kombëtare njoftoi se mjeti u godit papritur nga një dron rus, duke u marrë jetën të 2 në vetngjarje. Situata në vijën e frontit betet e rënduar se Rusia vazhdon të ketë një avantazh të ndjeshëm në municione artillerie, duke disponuar rreth 2 fishin e sasisë që ka ushtria ukrainase. Sipas tij, mbi 710.000 trupa rus janë dislokuar përgjatë 780 miljeve të frontit aktiv, ndërsa humbjet e përditshme të Moskës llogariten nga 1.000 deri në 1.100 ushtar të vrarë ose të plagosur.